Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, do diskutojmë për shëndetin dhe se si më mirë mund të diskutojmë për tematika që lidhen me shëndetin, por jo vetëm me nutricionistin, mjaft njohur, mik të podcastit, zotin Luciano Bardhi. Zoti Bardhi, faleminderit shumë që jeni me ne. Të lutem, kënaqësia është gjithnjë e imi dhe stafit që ju keni këtu të mrekullueshëm. Zoti Bardhi, ju gjithmonë jeni fokusuar më shumë tek zora, e lidhni zorën, e keni quajtur në podcast këtu me ne si truri i dytë, por nuk lidhet vetëm me funksionin e saj, lidhet me shumë funksione të tjera, ju e keni shpjeguar mjaft mirë. Po çfarë lidhje ka zora me gjumin? Nëse mund të ketë një të tillë, gjithmonë. Ka shumë lidhje. Në shumë studime, madje edhe në çdo intervistë që un kam dhënë i dashur Mario, melatonina që është hormoni i gjumit, që të gjithë e dimë se sa e rëndësishme është, thuhet dhe është evidentuar me studime shkencore se prodhohet rreth 700% më shumë kryesisht në sistemin tretës, në zorën e trash, edhe në zorën e hollë se sa në tru. Por kjo melatonin ose ky hormon i gjumit që prodhohet në zorë nuk shkon në tru, nuk e kalon barierën gjak tru, por vepron aty në mënyrë lokale, pra ul inflamacionin, shton disa funksione enzimatike ose shton disa gene të cilat bëjnë të mundur pastrimin e mikrobiotës, rregullojnë funksionin e mëlçisë. Pra ajo melatonin që prodhohet në zorë nuk shkon në tru, por thjesht qetëson murin e zorës, lëvizjet, peristaltikën, segmentimin motorik, ndihmon edhe funksionet e enzimave, pra qetëson sistemin tretës, sepse nëse sistemi tretës nuk është i qetë, as personi nuk mund të bëjë një gjumë të shëndetshëm. Supozojmë këtu që dhe teleshikuesit që na ndjekin, i person që ka gastrit ose që ka probleme me stomakun ose me zorën e trash, nuk mund të flejë dot gjumë në mënyrë të shëndetshme. Madje ka studime që krahas prodhimit të melatoninës që bëhet në zorën e trash, melatonina kur prodhohet në mënyrë cilësore, sepse si fillim sinjalizohet prodhimi në sistemin tretës, sepse do thonë njerëzit që po si ka mundësi ne e dini në tru, patjetër që ata e stimulon pjesa si thua e ritmit biologjik ose ora biologjike. Sot edhe shumica e njerëzve kanë kaq shumë sëmundje sepse ora cirkadiane ose ora biologjike e trupit njeriut është çrregulluar, dritat artificiale ose ato si thua ekspozimi përkundrejt pajisjeve të shumta elektromagnetike, rrezatimet ionizuese, pra kudo jeta jon është e përfshirë vetëm nga gjërat elektromagnetike. Domethënë çdo gjë, edhe kur shkojmë që bëjmë një pagesë, ne kartën e kreditit e kemi në telefon. Pra dhe ajo në një farë mënyre ka një rrezatim krahas telefonit. Ose çdo pagesë, çdo gjë që sot bëhet me anë pajisjeve elektromagnetike. Dhe këto ulin cilësinë e gjumit. Ne i tham se hormoni i gjumit 700% prodhohet më shumti në zorë, por vepron lokalisht. Pastaj melatonina ka studime përsëri që thonë se dhe vepron si një antioksidant që mbron vajzat nga miomat, formimi i kisteve, dhe melatonina zakonisht vepron si antioksidant dhe quhet me emrin acetilmetoksiformil kinuraminat, ka pak emër të gjatë. Dhe zakonisht kur vepron si një antioksidant edhe qeliza vepron më pak. Këto anti-aging ose këto reklamat cilat bëhen sot, domethënë suplemente, vitamina për qenë sa më i ri, Hipokrati ka thënë një fjalë. Plakja ose më saktë çdo sëmundje e ka fillesën në zorë. Dhe plakja e organizmit fillon në zorë, edhe zorët nuk janë tub thjesht tretës, por janë jo sensori, por një ndër sistemet më të ndërlikuara që trupi njeriut ka. Imagjino, janë rreth 8 metër, edhe brenda këtyre 8 metër kryen aq shumë procese, saqë është si një aeroport me një rezolucion shumë të lartë, mund ta quajmë ne valësh. Pra mirëpret edhe dorëzon e gjak çdo lëndë ushqimore, madje çdo lëndë organike dhe çdo lëndë inorganike. Dhe nëse ne nuk jemi të rinj nga brenda, çfarë mund të na bëjë ne një vitaminë sintetike ose një marrje, një molekule sintetike nga jashtë? A mund shkaktoj një gjumi i dobët, probleme me tretjen, me zorët, me bakteret e mira? Shumë e saktë kjo pyetja që bëhet. Pra kur sistemi tretës fillon edhe të krijojë një alarmim, domethënë, siç e tham edhe ne pak më parë, sot shumica e njerëzve kanë probleme me sistemin tretës, se tham nga ushqimet e procesuara e parë punës, gjumi i pakët. Unë njoh shumë njerëz për fatkeqësisht që nuk flen dot natën dhe atë gjumin e natës e kompensojnë me gjumin e ditës. Në fakt nuk është e shëndetshme sepse ora biologjike është një orë që
detektohet edhe këtë e vlerësojnë organet. Pra nuk krahasohet gjumi i natës me gjumin e ditës. Ushqimet njët procesuara, dritat artificiale, përtypja e ushqimit që bëhet shumë e shpejt, lëngjet artificiale, pothuajse sheqeri që ka hyrë, është i kudo ndodhur, apo sheqeri industrial, ushqime të cilat janë shumë të përpunuara, dhe sa më shumë të përpunohet ushqimi dhe të jetë i rafinuar, aq më shumë i dëmshëm është për organizmin, sepse sjell një shkallë inflamacioni. Pesticidet pastaj që janë për perimet ndryshme në për fruta dhe ato që dëmtojnë më shumë të organizmin janë edhe frutat dhe perimet jo të stinës. Dhe këto pastaj ulin cilësinë e gjumit. Një ndër faktorët më kryesorë që ul cilësinë e gjumit janë edhe, si thosh, problemet me zorën e trashme, përthithjen ose me pjesën e stomakut, gastritit, çrregullimeve të duodenit ose të zorës së hollë, por një gjumë i shëndetshëm e ka çelësin tek mikrobiota, tek flora e zorës, tek bakteret e mira, sepse melatonina, duke qenë se është hormon gjumi, formohet nga një aminoacid që ne marrim, quhet triptofani. Ka dhe ushqime që ndihmojnë në gjumë, që është banania, është kivi, janë arat, lejthit, që ndihmojnë për një gjumë më të shëndetshëm. Banania është shumë e mirë sepse ka piridoksamin, ka B6. Kivi pastaj ka disa lëndë të cilat quhen aktinidina, aktinidiloide. Janë arat, farat e kungullit që janë shumë të rëndësishme, sikur se kanë dhe zink, sikur se kanë dhe disa sekoizolari si xerizinol, disa acide yndyrore. Pra, këto janë ushqime që përmirësojnë gjumin. Farat e kungullit, kivi, arat, lajthit, banania, gjithnjë një sistemi tretës që nuk funksionon siç duhet, ndikon në cilësinë e gjumit dhe çelësi për një gjumë të shëndetshëm janë zorët e pastra dhe zorët e shëndetshme. Sistemi i tretës, domethënë, sa më i pastër aq më i mirë, i qetë dhe i thellë do të jetë gjumi. Luciano, çfarë është butirati dhe pse konsiderohet një molekul kaq e rëndësishme për organizmin? Mario, të them të drejtën, kur bëhet fjalë këtu në Shqipëri ose në shtetin tonë, në atë lagjen tonë që unë i them Shqipërisë, metilacioni, cikli metilacionit edhe butirati, këtu unë i kam folur për herë të parë në Shqipëri. Domethënë, në emisionet që unë jap intervista, butirati është paq i rëndësishëm si molekul sa kreatina. Ndonse kreatina është një derivat azotik i aminoacideve që ç'a bën që qelizat e muskulit të mbajnë më shumë ujë, të thithin më shumë ujë, dhe kreatina jep ose i dorëzon një grup fosfati, adenozin difosfatit, që ai të bëhet adenozin trifosfat. Pra ka një shpërthim të energjisë në qelizën muskulare. Këtë e bën kreatina. Ndërsa butirati është një acid yndyror me zinxhir të shkurtër që formohet nga fermentimi i disa fibrave në mukozën e zorës së trash. Butirati, në ndryshim nga kreatina, bën që energjia në muskul të mos përdoret në mënyrë shumë të shpejtë, e ruan energjinë butirati. Dhe butirati ka studime që mbron dhe trurin nga sëmundjet neodegenerative, Parkinsoni, skleroza multiple, Alzheimeri, dhe imagjinoje, butirati është acid yndyror, domethënë nuk është as protein, as karbohidrat, nuk është as vitamin, as mineral, është një acid yndyror që përbëhet nga 4 atome karboni, nga 8 atome hidrogjeni dhe nga 2 atome oksigjeni. Dhe duke qenë se është një acid yndyror, ai formohet nga fermentimi i acideve, nga fermentimi i fibrave. Këtë e bëjnë bakteret e mira që janë në trupin tonë. Dhe butirati pastaj vepron duke ruajtur këtë energjinë që ndodhet në muskul, pra që mos përdoret shumë shpejt edhe ne mos lodhemi. Dhe kur mund të bëhet një gërshetim i butiratit dhe i kreatinës, personi ka një aktivitet edhe mund të bëj në një mënyrë më të shëndetshme palestër, nuk e lodh shumë zemrën, nuk i lodh shumë kardiomiocitet, sepse këtu kudo thuhet për kreatinën, ose më saktë thuhet për benefitet e kreatinës. Dhe unë jam pro në disa raste përfitimeve ose dhënies së saj, por gjithnjë duhet parë dhe funksioni i veshkës. Nëse personi ka insuficiencë, ka problematik, nëse ka genezi renale, pra nëse personi ka një veshkë s'mund ta marrë dot, ose nëse ka çrregullim të filtrit, ose çrregullim të balancës azotike, pra një person shkurtimisht me probleme me filtrin e veshkës, kreatin pa konsultimin e mjekut njërë nuk mund ta marrë. Pastaj butirati që ne e tham pak më parë, i ngjan kreatinën sepse e ruan energjinë. Edhe butirati formohet kur ne pastrojmë zorën me ushqime të cilat janë me flavonoid ose me izoflavone, repat,
panxari, faret e kungullit, arrat, shega, gjithë një ushqime të stinës, majdanozi. Majdanozi shumë i mirë, është një perime shumë e vlefshme dhe majdanozi, po e themi dhe për herë të parë, ka një lëndë e cila quhet apigenin. Apigenina është një antioksidant që ka veti antikancerogene. Dhe apigenina më së shumti ndodhet edhe tek disa ushqime të tjera, por unë këtu po klasifikoj majdanozin. Majdanozi përdoret në sallat, mund të përdoret me supë, mund të përdoret me mishin, mund të bëhet me shumë ushqime të ndryshme. Butirati zakonisht do thoni o cilat ushqime mund ta favorizojnë, se është edhe si suplement, por gjithnjë pa këshillimin e një profesionisti të dur, mjekësor nuk mund të merret si suplement butirati, sepse ka shumë forma, edhe varet personi se a e përthith, a nuk e përthith, a e formon. Farat e kungullit që unë kam këtu dhe arrat stimulojnë prodhimin e butiratit. Do të thënë arrat tani, se ne jemi akoma në stinën e pranverës, deri në verë ose deri para mbarimit pranverës kanë vlerë. Farat e kungullit pothuajse janë fantastike dhe përmbajnë disa lëndë të cilat quhen sekoizolarisikirizinol, heksanokukurbitinat, kukurbitakinat, përmbajnë disa lëndë të cilat quhen zakonisht unë i them edhe tricetin, taksifolinat. Farat e kungullit bëjnë të mundur që zora e trash të prodhoj këtë substancën, pra ushqejnë bakteret e mira. Bakteret e mira janë ato që vullosin dhe japin një firmë për një sistem imunitar të fortë. Sistemi ynë imunitar është i varur nga zorët drejt për zdrejti. Dhe e tham pak më parë që repat, panxari, lakra e bardh, lakra e kuqe, karrotat, farat e kungullit, avokadoa, vaj ullirit, lëngu i mishit, gelatina e kockave janë shumë të mira për sintezën e butiratit, që butirati për herë të parë po thuhet këtu që ka veprime jo të njëjta, por ai ruan energji në muskull, sepse hyn edhe si trup ketonik, konvertohet edhe në ketone. Personat, pra ne tani lan pas agjërimin, dhe njerëzit që e përballuan siç duhet, ç'a bën në trup kur agjëron, domethënë për një periudhë kohore, pas 12 orarësh, trupi fillon që to depozitat e glikogjenit ose të sheqerit të reduktoj dhe trupi përdor energji ose adenozin trifosfat nga prekursor jo glucidik, jo nga sheqeri, por nga acidet yndyrore. Acidi yndyrore, tham pak më parë, ishte butirati. Butirati konvertohet në mitokondrit, ato celulat e energjisë, domethënë, në zorën e hollë, në zorën e trash edhe në mëlçi. Butirati konvertohet pastaj në një lëndë e cila quhet trup ketonik, hidroksibutirat ose acetoacetik. Edhe kështu jep qelizës energji. Pra, jo gjithnjë burim kryesor i energjisë është sheqeri. Jo gjithnjë. Trupi me sheqer dehet, joshet. Trupi ka mekanizma që krijon glukozën dhe nga rrugë të tjera, gjen shtegje të tjera, nga acidet yndyrore, që e tham pak më parë, nga fermentimi i fibrave që bëhet në zorën e trash, por dhe nga disa aminoacide. Një aminoacid glukogjenik është edhe treonina, që treonina konvertohet me anë të treoninaldolazës në acetaldehid dhe në glicin. Pra butirati është acid yndyror, që është shumë i vlefshëm për pjesën e muskujve, për trurin, për zorën e trash, për zemrën. Këto janë të gjitha të vërtetuara dhe të para me studime shkencore, me PubMed. Do më thënë që kanë revistat saktuara, studime që flasin për përfitimet e butiratit. Dhe gjithë një zorët e pastra janë qelë si një sistem imunitar të shëndetshëm. Dua që pastaj që mos harrojmë që të lidhim edhe butiratin me një lëndë që mbron, do më thënë, trurin nga këto sëmundjet neurodegenerative, por nuk do ta harroj. Qartë. Zoti Bardhi, butirati ka lidhje me stresin, me ankthin? Lidhet? Kur mund të ulet, do më thënë, niveli butiratit, gjithnjë kur ne përjetojmë stres ose kur ne kemi një ankth të vazhdueshëm, gjithnjë nivelet e butiratit mund të ulen në zorën e trash. Butirati ka studime që thonë se ul aktivitetin dhe të një enzime e cila quhet beta hidroksisteroid dehidrogenaza. Kjo është një enzim i cila ndodhet përsëri në mukozën e zorës së hollë, ndodhet dhe në enterocite që konverton kortizonin në kortizol. Pra, gjithnjë kur personi ka një ankth ose mësa ka një, e kemi fjalën jo për ata ankthin që lidhet gjithnjë nga shkaqet psikologjik. Pra, një ankth i cili mund të jetë si pasojë një pune, si pasojë një lajmi, jo vetëm ankthi psikologjik, por dhe ankth fiziologjik, pra që ka lidhje me një çrregullim në organizëm, me një çrregullim fiziologjik.
Dhe kryesisht lidhet patjetër që zora e trash. Madje ankthi krijohet edhe nga zora e irrituar. Nëse personi i vazhdon në mënyrë kronike një zore e irrituar, një kolit ulcerativ, një problem me gastritin kronik, sepse krijohet sepse ai nuk është i qetë me trupin e tij dhe nuk është i shëndetshëm. Butyrati, unë ta thash pak më parë, kjo është pikë shumë e rëndësishme, kthehet apo konvertohet në zorën e trash dhe në mëlçin në një lëndë e cila quhet beta-hidroksibutyril koenzima A. Kjo është një super energji për qelizën, për atletët, për sportistët, për personat të cilët bëjnë një aktivitet fizik të theksuar. Butyrati konvertohet në hidroksibutyril me anë të acetoacetil sintetazës. Hidroksibutyril koenzima A konvertohet në një lëndë e cila quhet kronotil koenzim A me anë të acil koenzima dehidroginazës. Kronotil koenzima A konvertohet në një lëndë e cila quhet beta hidroksibutyril koenzim A me anë të një enzimi e cila quhet zakonisht enoil koenzima hidrataza. Janë shumë gjata këto, por butyrati konvertohet në hidroksibutyril koenzim A dhe kjo mbron trurin, mbron atletët, e bën që energjia ose adenozin trifosfati në muskull, ATP është energji që jep rezistencë trupit të qëndroj më gjatë, si punë e naftës në serbator, të qëndroj mos të digjet, e bën që energjia të jetë më shumë cilësore. Dhe Chelsea, që ne të kemi një energji sa më të shëndetshme, në fakt nuk është se fshihet në muskull. Fshihet në sistem tretës, se si këtë ushqim ti e merr, e përpunon, e transporton muskulit. Dhe gjithë çështja kryesore është se si ky sistem tretës, stomaku, zora e holl, zora e trash, lëngjet biliare, e coptojnë, e transportojnë dhe ja servirin qelizës, si punë e një kuzhinieri, si e përgatit ai ushqimin dhe se si ja jep si thua një klienti. Qartë. Ose se si përgatitet ushqimi për klientin, bëhet në sistemin tretës. Kuzhina në sistemi tretës. Klienti është muskuli. Sot i Barti, pse janë shtuar shumë sëmundje së fundmi? Po, e thash pak më parë, Mario, që gjumi njerëz si fillim, shumë njerëz sot, madje mos të them shumë njerëz, por të gjithë njerëzit, si pasojë e faktorëve të ndryshëm që ne përmendëm pak më parë, duke nisur që faktorin e ushqimeve të procesuara, ankthi, stresi, jeta moderne, ose më saktë sot njeriu nuk ka as kënaqësi ose as motivim dopamine, as motivim lumturie, dhe këto bëjnë të mundur që sistemet në trup ose proceset biologjike të qelizës të çalojnë, mos të funksionojnë siç duhet, sepse njeriu sot nuk ka më ndërgjegje, domethënë të pastër. Edhe gjendja e shpirtit ose gjendja shpirtërore jo e qetë, jo e pastër, ndikon shumë në proceset e organeve. Pra, sot personi nuk është se mund të bëjmë më shumë gjëra, por nuk është se ka një, gjithë ne kemi dëgjuar që ka shumë njerëz që nuk ndihen të qetë si pasojë jetës modernizuar ose si pasojë shumë fakteve, si pasojë shumë faktorëve, dhe gjithnjë një gjendje shpirtërore, një e shëndetshme, jo e qetë ndikon si thua në shfaqjen e sëmundjeve të ndryshme. Pastaj janë dhe faktorët, domethënë të mjedisit, ajri, uji, toka, ajri që thithim e kanë fjalën, toksinat përreth, shumë faktorë. Dhe këto çfarë bëjnë, destabilizojnë këto parametra që unë thash, edhe në fund sjellin dëmtimin, si të thuash, fiziologjik. Dëmtim fiziologjik do të thotë sjellin dëmtimin e qelizës. Dëmtohet qeliza, pson stres oksidativ. Gjithnjë një ndërgjegje e pastër është çelësi për të patur një shpirt të qetë. Shpirti i qetë sjell organe të shëndetshme, sjell një sistem të funksionit zemrës të shëndetshëm, sjell një mendim, një artikulim të shëndetshëm. Pra, trup, shpirt, mendje. Nuk ka një trup të shëndetshëm në një shpirt të pashëndetshëm, nuk ka një shpirt të pashëndetshëm në një trup të shëndetshëm. Gjithnjë ato janë bashk, trupi, shpirti dhe mendja. Dhe gjithnjë është shumë e rëndësishme që edhe pjesa kontaktit të natyrës, respektimi prindërve. Ne duhet të duam veten tonë, të mos jemi hipokrit me veten tonë, të mos jemi hipokrit me njëri tjetrin. Hipokrit me njëri tjetrin që mos t'ja bëjmë ose mos t'ja punojmë njëri tjetrit na pas. Sot i flasim për mirë dhe nesër t'i mbyllim derën ose t'i themi diçka. Pra gjitha këto janë ato që e njëllosin shpirtin dhe pastaj me kalimin e kohës personi kështu krijon dhe çrregullime fiziologjike. Pra në shëndet ka rëndësi dhe fjala që thua ose ndërgjegja e pastër, mirënjohja, karakteri, respekti, këto përbëjnë atë mantelin kryesor të shpirtit. Pastaj shpirti ty të shpërblen me organe të shëndetshme. Pastaj ka dhe
përjashtime kur thuhet që shiko se ai person ishte shumë i mirë, por u diagnostikua me kancer. Ne këto janë punë të krijuesit. Ne nuk kemi në dorë asgjë, vetëm se kemi amanet këtë trupin që e kemi për disa kohë, që do të dorëzojmë përsëri, dhe nga kjo tokë është e rëndësishme që të respektojmë prindrit, të jemi të mirë me njëri tjetrin, sepse nuk kemi për të marrë asgjë kur të shkojmë në atë dimensionin tjetër, përveç se fjalëve të ngrohta ose të mirave që kemi bërë, dhënësi pasuri dhe i varfëri nuk kanë marrë asgjë. Por unë këtë madje dhe shumë herë e them që respektimi prindërve është shumë i rëndësishëm. Domethënë prindrit janë edhe më përpara kam thënë para 2 emisioneve janë si arteria koronare, domethënë që gjithnjë janë aty që ty të mbushin miokardin e zemrës me gjak. Edhe pa respektuar prindrit nuk ka se si personi të ketë një ndërgjegje të shëndetshme. Dhe prindrit sado të mirë apo të këqij të jenë, ngelen përsëri ato arteriet koronare që ushqejnë vazhdimisht miokardin. Gjithnjë domethënë e tham pak më parë që trupi i shëndetshëm në tru të shëndetshëm dhe truri i shëndetshëm ose mendja e shëndetshme në trup të shëndetshëm. Qartë, ju folet pak për kreatinën, por çfarë rëndësie ka në organizëm kreatina? Duhet marrë me anë të suplementeve apo të përthithin me anë të ushqimeve? Shiko, shumë njerëz sot që bëjnë palestër, domosdoshmërisht atë e marrin nëse nuk kanë asnjë problem shëndetësor, 2 deri në 3 gram apo 4 gram, mirë, po ka disa kufizime tek njerëzit që kanë probleme me veshkat, me filtrin e veshkës. Ndërsa pastaj pjesa tjetër që nuk konsumon mjaftueshëm mishin e kuq, peshkun, se zakonisht kreatina është derivat azotik i aminoacideve. Pra trupi dhe vetë formon kreatin nga 1 deri në 2 gram. Dhe këtë e bën nëpërmjet 3 aminoacideve: glicin, metionin, arginin. Prodhon nga 1 deri në 1.5 gram në ditë. Por ndërkohë që personi nëse do për ta marrë, mund ta marrë nga 2 deri në 3 gram në ditë. Krahas ajo kërkon dhe shumë ujë që personi të hidratohet siç duhet. Kërkon që stili jetesës të jetë i pasur ashtu siç është edhe me proteina, por të jetë i pasur dhe me perime zarzavate, pra me lakrën e kuqe, lakrën e bardhë, frutat, perimet, të jetë i pasur dhe me ushqime të cilat suportojnë, si thua, kreatinën, por me përjashtim të njerëzve që kanë probleme me filtrin e veshkës, personat e tjerë mund ta marrin, por gjithnjë nuk duhet të abuzojnë me dozën. Pra që gjithnjë kur ajo konsumon duhet të ketë edhe konsumim të ushqimeve me izoflavon, metilflavone, pra perimet, repat, lulja e lakrës, çikoret, majdanozi, vaj ullirit, lëngu i mishit, farat e kungullit, frutat e stinës, që këto të paktën ta ëmbëlsojnë pak atë mos të lodhin shumë veshkën, se kreatina nuk është as aminoacid, as protein, as vitamin, as mineral. Është derivat azotik i aminoacideve që formohet nga disa aminoacide: glicin, arginin, metionina. Dhe në përjashtim të personave që kanë probleme me filtrin e veshkës, personat e tjerë mund ta marrin, por gjithnjë dhe duke bërë një analizë për të parë se si mund i kenë parametrat e trupit, se si kanë funksionin e veshkës. Pra është e mira që para se kjo të merret të bëhet një analizë e gjakut. Dhe kur të merret të pasurohet edhe pjesa e stilit jetesës me ushqime sa më shumë me izoflavone ose perimet edhe frutat e, si thua, të stinës. Por kujdes njërë duhet kenë njerëzit ose personat që kanë probleme me filtrin e veshkës. Ata pa indikacionin e mjekut kurse si nuk mund ta marrin. Zoti Bardhi, jemi në muajt e pranverës, është muaj që shoqërohet po ashtu me alergjit. Si mund t'i mbajmë larg alergjit? Tani, kjo është pyetje shumë e bukur. Unë madje ana shkalova këtë pyetje, por e bëre këtë pyetjen shumë bukur. Shiko, kur bëra një postim para disa ditësh në rrjetet e mia sociale, më hodhën shumë njerëz, më thanë: po ç'është kjo që ke thënë mbi alergjin? Ça po thua ti? Lexo, mos ri kafeneve." Domethënë, thash me veten time, ula kokën, domethënë, edhe nuk thash që tani poleni, lulet e influencojnë ose më saktë e stimulojnë alergjin, stimulojnë të shtimat, stimulojnë, si të thuash, ato ngarkesat në sistemi respirator, lotimet. Një person që mund të ketë alergji, domethënë kryesisht nga poleni, kur ka, si thua,
ekspozimin përkundrejt disa luleve ose polenit, patjetër që i stimulohet. Por nëse ne duam që të zgjidhim alergjin, duhet që përsëri të fokusohemi tek zorët. Në këtë rast, vaj farës së zezë me timokinon është shumë i vlefshëm. Konsumimi i zinkut, ushqimeve të pasura me zink ose suplementimi me zink i këshilluar nga një profesionist mjekësor i besuar. Pra vaj farës së zezë, edhe zinku në këtë rast është shumë i rëndësishëm, sepse vaj farës së zezë që ka timokinon bën të mundur hapjen e kanaleve ionike dhe zinku dhe disa minerale të tjera hynë më lehtë. Pastaj janë edhe ushqime të cilat kanë kuarcetin. Kuarcetin ka qepa, kuarcetin ka hudhra, kuarcetin ka vaj ullërit, kuarcetin ka vaj kokosit, rigoni, naneja, nenexhiku. Më së shumti unë do vlerësoja vajin e farës së zezë gjithnjë që të jetë i pasur me timokinon, por dhe zinku. Zinku është shumë i rëndësishëm sepse zinku është kofaktor edhe një enzime e cila quhet anhidraza karbonike. Që anhidraza karbonike bashkon karbon dioksidin dhe ujin dhe formon bikarbonatet. Alergjia zgjidhet dhe përmirësohet duke pasur sistemin tretës të shëndetshëm. Pra vaj farës së zezë edhe zinku e ndihmojnë këtë proces, edhe gjithnjë poleni mund ta stimuloj ose mund të shfaqi problemin e alergjisë. Por në fakt nëse ne nuk dimë rrënjët e problemit, që po them, alergjia lidhet edhe me parazitët intestinal. Alergjia mund të lidhet edhe me një histamin të lartë në organizëm. Histamina është një amin biogjenike që çlirohet nga qelizat mast në murin e zorës së hollë. Alergjia mund të lidhet nga një problem që mund të jetë përsëri me sistemin tretës, lipopolisakaridet, trimetilaminat. Pra kur sistemi tretës nuk ka disa enzimat të fuqishme siç është histamin metiltransferaza që të metilohet edhe të coptohet histamina, nëse nuk ka katekol metiltransferazën, diaminoksidazën, monoaminoksidazën. Pra këto janë enzima që të coptojnë këtë mesazherin që prodhohet si pasojë e një stimuli ose një armik ose një alarmi të jashtëm që quhet histamina. Pra gjithnjë ushqyerje e shëndetshme, kuarcetina, zinku, vaj farës së zezë, mbajtje e shëndetshme vlerave të vitaminës D. Gjithnjë alergjia influencohet edhe pak më parë, që tham nga poleni ose nga disa lule, por rrënjët se si ajo mund të përmirësohet e kanë stilin e jetesës, në një zorë të shëndetshme, në sistem tretës të shëndetshëm, në qelizat mast të stabilizuara, në makrofag të fuqishëm, në plazmocite të shëndetshme dhe gjithnjë në një zorë të trashë të shëndetshme, sepse nëse ne konsumojmë alkool, nëse ne konsumojmë ushqime të procesuara, sallam, salqiqe, ushqime që janë me konservant, aromatizues, ato gjithnjë rrisin format e alergjisë. Dhe gjithnjë çelësi për të përmirësuar këtë problematik fshihet në sistemin tretës. Qartë. Zoti Barti, faleminderit shumë që ishit me ne. Nuk di nëse keni ndonjë merak tjetër, duke qenë se ju jeni i fushës, beti diçka pa u thënë. Pothuajse ne i tham që melatoninën vepronte si antioksidant që mbronte sistemin kardiovaskular, që vepronte madje dhe si një neuroprotektiv. Folëm për pjesën e butiratit, që butirati konvertohet në hidroksibutiril koenzimin A në zorën e trash dhe në mëlçi, dhe mbi kreatinën, që kreatina lidhet shumë me butiratin, që butirati ruante energjinë, ndërsa kreatina zakonisht ishte një jep të energji muskulit. Pastaj përmendim të ushqimet që duhen për zorën e trash, farat e kungullit, arat, lejthit, kivit, perimet e stinës, repat, panxhari, majtanozi, brokoli. Pastaj përmendim domethënë shumë gjëra, sikurse dhe pyetjen e fundit që u bët mbi temën e alergjisë. Qartë, faleminderit shumë zoti Barti që ishit me ne. Kënaqësi gjithmonë.